Peshkatarët e Pogradecit kanë kundërshtuar urdhrin e ministrisë që ndalon peshkimin me rjet në liçenin e Pogradecit. Ky vendim ka ardhur pasi kjo periudhë e vitit është koha kur specia e klenit shumohet, ndërsa autoritetet për të mbrojtur klenin, i cili është në nënshumim, duket se kanë penalizuar edhe peshkatarët të cilët peshkojnë specie të tjera si korani. Në liçenin e Orit është ndaluar 7 muaj dhe duam që sa më pak më mirë. Ky urdhër përpara nuk ka qenë që gjyshe kleni. Kleni zakonisht rrushe në për pjesën ku rrishe në anët të liçenit dhe në thellësinë që jemi në mbi 300 metra, asnjëherë s'ka qenë ndaluar. 30 ca vite që paguajmë licencë me breza, edhe nuk e kuptuan si vjet që kjo ndalimi i Koranit. Kemi ardhur sot vetëm për Koranin, jo për speciet e tjera. Ne deri më 10 vit kemi punuar me Koran, s'kemi patur këto probleme, kurse këtë vit na lejojnë as Koran. Në rrethin e Pogradecit janë 120 peshkatarë të cilët preket nga kjo vendimarrje, ku punë kryesore dhe metodë për të mbajtur familjen kanë vetëm peshkimin. Në lidhje me këto pretendime ka reaguar drejtuesi i organizatës së menaxhimit të peshkimit në Pogradec, Adriatik Dokollari, i cili saktëson që në këtë periudhë të vitit nuk ka ndalesa për gjuetinë e Koranit dhe belushkës, por thekson se metoda e gjuetisë për këtë periudhë kryhet sipas rregullores së peshkimit, ku ndalohet peshkimi me rjeta lundruese, ndërsa Dokollari shton se peshkatarët e Pogradecit mund të peshkojnë me rjeta fundore dhe grepa, si një mënyrë për të shmangur gjuetinë e specieve të familjes së krapit, e cila është në periudhë shumimi. Ne nuk themi të mos gjuajnë Koran. Në njoftim dhe thoshin që në njoftim është ndaluar dhe Korani, nuk është ndaluar Korani. Gjuetia e Koranit në liçenin e Pogradecit bëhet me rjeta fundore, jo si përfaqësore pelagjike. Në gjuhën e peshkatarit peshku bën pllavitje, pjekje, dhe janë gjithë speciet përsipër. Krapi, kleni, mrena, Korani rrinë në këto, sepse çdo familje rrin njëra mbas tjetrës e specieve. Dokollari shton se për çdo peshkatar që kryen peshkim të paligjshëm të specieve që janë në periudhën e shtimit, do të merren masa konform ligjit.